Kam kënaqësi që sot në këtë studio, përveç të tjerash, unë të kem në studio një kolegë edhe le të themi mik tonin, duke qenë se një pjesë të mirë të ditës e ndajmë së bashku. Unë nga studio e nga regjia, por ajo që do të flasim sot lidhet shumë le të themi me gjithë profesionin e tij edhe me angazhimin e tij si student i cili tashmë është në përfundim të studimeve në shkencat kompjuterike në Universitetin Shtetëror të Malit të Zi. Mirëmëngjes, Efhat Selita. Mirëmëngjes Dafina, faleminderit për mundësinë. Përshëndes të gjithë teleshikuesit të televizionit të UTA, prej ekipit të prapa kamerave të regjisë, si së falet. Jemi kolegë që një periudhë tashmë, edhe besoj se ke gjetur veten shumë mirë sepse je në fushën tënde, apo jo? Pa kam gjetur bajage veten dhe faleminderit të gjithë ekipit i cili më bëri një pritje shumë të ngrohtë dhe të ndihem shumë i mirëpritur dhe ku mund të shfrytëzoj, si më thënë, gjithë potencialin tim në punë. Efhat, sot do të ndalemi të flasim pak për le të themi gjithë këtë që kohët e fundit, por sidomos këtë vitin e fundit, sigur është bërë një sfidë më shumë. Inteligjenca artificiale, e cila besoj se dikush e ka më të lehtë ta vrej, dikush e ka më të vështirë, por ti si dikush që je i fushës edhe profesionist i saj, unë do doja ta fillonin bisedën pak nga studimet, zgjodhe shkencat kompjuterike. Besoj që është diçka që ndoshta fillon ta pëlqesh që më i vogël apo si erdhi zgjedhja për ty? Po të them të drejtën, kur zgjodha profesionin dhe drejtimin gjatë fakultetit, kam qenë me dy mendime, por nga që qyshe i vogël mu shfaq një dashuri, si me thanë, dhe një aftësi për botën kompjuterike dhe këtu e pash aftësinë se mund të mendoj i kuptoshe shumë të them proceset dhe fushën kompjuterike dhe prandaj u zgjodha këtë fushë për studimet e mëtejshme dhe jam i kënaqur me zgjidhjen time, besoj se ka mjaft potencial dhe është mjaft një profesion i gjerë ku edhe nëse mendon se ke gabuar e gjen një pjesë ku mund të anosh ka diçka e cila të pëlqen apo ku e gjen veten më shumë, ka potencial mjaft. Në këtë kohën moderne që ne jemi sot, unë e di që ti je shumë i ri, por besoj se le të themi vit pas viti avancojnë gjërat edhe ndryshojnë gjërat në teknologji. Edhe vitet e fundit e kemi shumë këtë inteligjencën artificiale. I kushtohet një rëndësi edhe gjatë studimeve, vrehet kjo? Po, i kushtohet një rëndësi mjaft e madhe. Nga unë si student, gjatë studimeve të mia në fillim ishte të themi ndër momentet e para kur u shfaqi inteligjenca artificiale. Mjeti i parë, siç e dini të gjithë, ishte ChatGPT-ja kryesori, por i kushtohet një rëndësi mjaft e madhe dhe por akoma kur mësohet dhe kur përdorohet në një farë mënyrë duhet të kemi shumë kujdes se inteligjenca artificiale, siç e thotë edhe vetë fjala, e përmbyll apo e fik atë imagjinatën dhe mundësinë që vetë njeriu të mendojë në një farë mënyrë edhe gjë, por siç e bëre pyetjen në fakultetin, si fakultetet shumë të shkencave kompjuterike i përkushtohet mjaft një pjesë e mirë e programit inteligjencës artificiale dhe lamive tjera. Ti vetë kur u përballë ndoshta për herë të parë me diçka të shfaqur nga inteligjenca artificiale që edhe pse je në këtë fushë dhe që është pak vështirë të bëhet ai dallimi, a është reale apo është nga inteligjenca artificiale? Po ditën pas ditës kur e shoh disa gjëra që sa mundësi ka inteligjenca artificiale dhe këto, edhe vjen edhe një çudi dhe shembull kur inteligjenca artificiale shumë njerëz e përballojnë si diçka të perfeksionuar, por kur shembull dolën në treg disa video të cilët ishin të ulur të kualitetit të zbritur paksa të dobët, aty paksa e kishim me dy mendje a është e vërtet apo nuk është e vërtet dhe ishte si të themi më shumë në prag të kuptimit të njeriut dhe disesi një gjë e përditshme videot më shumë në nivel të cilët mund t'i kuptonin edhe njerëzit në jetën e përditshme.
kush mendon se është duke rënë më shumë në grackën e inteligjencës artificiale? Këto videot që shohim në rrjetet sociale, sidomos, kush i beson më shpejt? Po, më së shumti këtyre videove në rrjetet sociale, nga pikpamja ime mendoj se i besojnë njerëzit të cilët nuk janë aq të aftë apo të informuar në këtë lami, dhe me tha njerëzit që nuk janë përballur akoma disesi shumë me inteligjencën artificiale, njerëzit të moshuar normal kishim disa shembuj, për shembull kishim disa video apo fotografi të bërë me inteligjencë artificiale si shembull të termeteve, ku shifshim një tokë të hapur dhe ishte mjaft realistike si të them, apo videot e njohur të kafshëve të cilët reagimet e tyre maramendëse, do me thanë që kishin bëj miliona klikime ku vetë aja cifër do të thotë se është mjaft e besueshme, por mendoj se më së shumti si viktim të them apo bien njerëzit më të moshuari dhe njerëzit të cilët nuk e kanë kuptuar apo nuk kanë qenë në përputhje me inteligjencën artificiale edhe nuk e kanë përdorur. Vetë si profesionist i fushës, çfarë ke arritur me kohë, le të themi që të kesh ato indicjet e para që thuash të ndalem sepse nuk është një video apo një fotografi reale. Përveç asaj që ndoshta përmendëm pak tek cilësia e videos. Po me që edhe vetë e kam përdorur shumë, jo për një si të them, më së shumti për një kuriozitet dhe për një si të them, për një kuptim se sa larg mund të shkojë inteligjenca artificiale dhe cilat janë mundësitë e vërteta, por më së shumti aty na duhet të kemi kujdes me mundësitë shumë, se inteligjenca artificiale ka shumë mundësi, por duhet të jemi të kujdesshëm sepse duhet të marr një shembull i cili e kemi parë në rrjetet sociale, një video i cili ishte krijuar me inteligjencë artificiale ku ishte një fëmijë i një prindi ku autori i këtij video nuk kishte fare lidhje me fëmijën, as që e njihte, as që e kishte parë, por thjesht e mori si shembull i cili me inteligjencë artificiale bëri videon e fëmijët, modifikoi zërin që të jetë fare si i fëmijët në pyetje dhe e bëri një video mjaft rënditëse për familjarët dhe thjesht brengosi prindërit e fëmijët në pyetje dhe kjo është një shembull më klasik apo më tipik ku shembull njerëzit preken se është normalisht fëmia e tyre dhe mirë, ne kur dalim te kjo, ne dim që në një farë mënyre ne cenojmë vetë privatësinë tonë derisa postojmë në këto rrjete sociale. Edhe pse themi që është, le të themi, e postuar në Instagramin tim, në Facebookun tim, por nga ana tjetër po keq përdoret. A duhet jemi të kujdesshëm se çfarë postojmë me gjithë këtë avancim të teknologjisë tashmë fat? Po, normal që duhet të jemi të kujdesshëm sepse ajo fotografi nuk limitohet shembull edhe pse shumica njerëzve mendojnë jo kam numrin të limituar të si që quajmë ndjekësve, ajo nuk mjafton deri aty sepse ka shumë mënyra se si mund të depërtohet deri këta ato fotot, edhe ndoshta një pakujdesshmëri apo një klikim mund të na ekspozojë shembull fotot tona apo privatësitë tona, informatat personale siç janë adresat, numrat e telefonit, email adresat e ndryshme dhe ku edhe pa inteligjencë artificiale kishim mënyra se si depërtohet ato dhe duhet të kemi normalisht një edukim për se si ti përdorim rrjetet sociale me kujdes dhe mendoj që nuk kishte qenë një mënyrë e keqe se ti edukojmë të gjithë filluar nga fëmijët, po deri tek ato të moshuarit se si ti përdorim dhe të kenë një bazë informate se ku mund të më rrisin ato informata, foto, postime dhe tjera, normalisht ti përdorim me kujdes. Ne në një farë mënyrë nuk jemi të sigurt, edhe pse postojmë në rrjetet tona sociale dhe jemi privat, le të themi, në atë ndjekës sa kemi. Do që ne nuk jemi të
të mbrojtur në atë 100%. Vërtet të shumë, dhe ma tha nuk jemi të limituar në ato, themi 300 apo 150 vetë të cilët ne i njohim dhe kemi besim të këto, se një fotografi mund të shkoj shumë më larg dhe privatësia nuk përfundon deri tek aty, mund të vi deri te keqpërdorime të ndryshme dhe fakultetet sa i kushtojnë rëndësi? E cekëm pak, por duhet ndalim më shumë tek e përditshmja ndoshta. Sa i kushtojnë rëndësi që edhe një publik që nuk është shumë i njohur edhe nuk vazhdon këto studime, ndoshta edhe me seminare apo me gjitha le të themi workshopet që bëjnë, sa i kushtojnë rëndësi që të informohen qytetarët përmes aktiviteteve të ndryshme? Po, fakultetet unë besoj se i kushtojnë mjaft rëndësi këtë, si që thonë, cyber security dhe informimit të qytetarëve për këtë, por është një lami tepër e gjerë dhe duhet i përkushtohet tepër punë që të arrihet deri tek një nivel ku secili qytetar të jetë i informuar mjaftueshëm për këtë, sepse të gjithë ne dimë se në një formë të një aspekt më të gjerë se aty mund të vi deri te keqpërdorimet, por sa i aplikojmë ne atë është një pikpyetje e madhe. Mendoj se e aplikon fakulteti dhe si të themi firmat të cilët merren me informacione e teknologji, por mendoj se duhet të ketë një farsej të mësojmë në shembuj shumë dhe të t'i përkushtohet një farsi mënyre jo vetëm me prezentime të thjeshta dhe të dalë një person i duhur të flasë dhe por të ketë më shumë shembuj dhe të hyet më thellësisht në këtë gjëra. Çfarë është më interesantja kësaj lamie vet? Më interesantja kësaj lamie, nga unë si një student, është se çdo moment kur mendon se i ke mësuar të gjitha, në 24 orë mund të vinë deri tek ndryshime marramendse, e cila mund të duhet një vit apo 2 vite që ti mbërrish deri në një nivel. Dhe më interesanti është ajo se është një fushë mjaft e gjerë, ku mendoj se secili inxhinier mund ta gjej veten ku mund të jap maksimumin e vetes dhe ta përdor dijen e cilën ka mësuar dhe ka aplikuar në maksimum. Tani e kemi, le të themi, në vëmendjen më të madhe inteligjencën artificiale dhe gjitha, thojza mund të themi edhe dëmet që mund të shkaktojë, por nga ana tjetër besoj se ka edhe disa përfitime për disa fusha. Po normalisht, shembull inteligjenca artificiale është e krijuar nga njeriu, atë duhet ta kuptojmë të gjithë dhe nuk mund të jetë aq e rrezikshme se sa njerëzit e bën. Normal, ajo i ka anët negative dhe pozitive, por mendoj se shumë më shumë ka anë pozitive. Pse? Sepse inteligjenca artificiale mund ta përdorim shumë tek detyrat, të cilët janë repetitive dhe të cilat përsëriten. Një punë, domethënë, e cila një njeri është, si të them, gjëna që ta mos marrë këtë ndi për të realizuar. Mos marrë ndi për një punë të cilën nuk përdoret logjika shumë, të cilat është vetëm repetitive dhe përsëritet, të themi në një projekt shumë herë, dhe mendoj se kjo është pjesa më e mirë ku inteligjenca artificiale të përmend. Normal, do të lëm vend për kreativitetin njerëzor dhe për, si të themi, imagjinatën dhe kreativitetin, gjetjen e gabimeve, normal, se inteligjenca artificiale, edhe pse ka një emër, si të themi, të bukur dhe të gjerë, nuk mund ta zëvendësoj rolin e njeriut në këtë lami, por mund të lehtësoj, siç jemi duke dëgjuar këto ditë në rrjetet sociale, njerëzit në fushën e shkencës informatike nuk mund t'i zëvendësoj inteligjencë artificiale, por dikush kush dimi përdor siç duhet ato, do të zëvendësoj. Mund të marrë benefitet. Mund të marrë benefitet e duhura. Sa mendon që do të qëndroj on top
për momentin e kemi, le të themi, gjën kryesore, edhe si e të shohim si avancim, si zhvillim, përveç asaj si e shohim pak si frikë dhe rrezik, por sa mund të qëndroj kjo gjë, le të themi, në gjithë këtë vrullin që ka marrë. Nëse flasim në aspektin shkencor, tani, është arritur që të krijohet inteligjenca artificiale, e kemi gjithë këtë vëmendjen tek ajo, por avancon edhe më shpejt edhe më shumë, le të themi, shkencat kompjuterike, sa që, kemi tani këtë, por nuk mund të qëndroj gjatë në maja? Po, mendimi im, edhe pse ndoshta është një mendim i vogël, mendoj se nuk e ka arritur akoma kulmin. Okej. Presim më. Presim më, besoj, sepse ditën për ditë kemi mjete të bërë me inteligjencë artificiale të cilët janë të specializuar në lami të ndryshme, siç në fillim e kishim një mjet apo 2-3, të cilët njerëzit i përdorshin për të gjitha gjërat. Por në ditën e sotme kemi të specializuar për realizimin e videove, për realizimin e fotografive, për shkruajtjen e këngëve dhe mendoj se kjo do të zhvillohet akoma edhe në nivel më të lartë dhe të kemi ka hyrë në shumë fusha, kemi mjekësinë, kemi në shumë fusha që po përdoren. Vërtet, domethënë është ekspanzuar dhe është duke u përdorur në secilët fusha një mjet i konfiguruar për secilën fushë në veçanti. Në këtë rrethin ton të ngushtë, një vend që le të themi ju që keni studiuar dhe vazhdoni studioni apo që e njihni mirë fushën e kompjuterikës, nëse mund të them kështu, jeni ndoshta të pak në numër. Ne të tjerë çfarë duhet të bëjmë që në vazhdim, le të themi, mos bien shumë në këtë grackën e saj? Që të mos bjet në grackën e inteligjencës artificiale apo në mundësitë e tyre, duhet thjesht të edukohemi në këtë mënyrë, domethënë të mos të ndalemi kur e shohim shembull një video apo një fotografi, kjo është e vërtetë dhe nuk ka tjetër, por nëse vjen momenti ku kemi dyshime apo sidoqoftë të kemi një telefonat nga një njeri i cili është neve i afërt dhe gjëra, mos të ku na kërcënon apo na kërkon diçka, mos të themi veç po apo jo, por ta vesim atë njerin e duhur një pyetje të cilët jemi të sigurt që për shembull vetëm ai e din dhe të bindemi veten në një farë mënyre se informacioni i cili na ka mërritur në telefon apo në kompjuter është 100% i saktë dhe nuk ka vend për mashtrim. Cilat përgjigje duhet që mos t'i japim kur na kërkohen, ndoshta edhe nga emailët të cilat na vijnë nga dikush që ne mendojmë që nuk është real apo nga dikush që do ndoshta të përfitojë diçka nga ne, nga një telefonat, cilat informacione duhet të jemi të kujdesshëm se ku ja japim? Po, mendoj se është një pyetje e cilët deri diku e dinë të gjithë njerëzit. Ato janë, domethënë, informacionet bankare, një informacion personal i cili dikush mund ta keq përdorë, çfarëdo qoftë për njeriu e duhur, një fotografi, ndoshta të cilën mendon njeriu, domethënë, mendoj se kjo është individuale për secilin, domethënë secili e ka një pjesë ku është më private, por informacionet bankare si dhe vendodhja apo këto mendoj se do të jenë primare që të mos dalin për te njeriut. Studimet tua, unë e di se do të vazhdojnë edhe, le të themi, edhe më lartë, siç është ajo e masterit, le të themi, turoj që edhe më lartë se aq. A mendon se përfundon me studimet ky profesion apo duhesh të jesh gjithmonë i informuar edhe më gjatë aty? Po jo, mendoj se studimet janë vetëm një hap, si do themi, ta kemi një përmbledhje apo një informacion i cili është thjesht vetëm bazë apo temeli i fillimit, sepse siç thash edhe më parë, është një fushë e cila çdo ditë përrisi të reja dhe është thjesht mendimit, fakulteti na mëson veç se si të mendojmë në atë mënyrë dhe puna kryesore të cilët njeriu e fiton është përmjet eksperiencës dhe mësimit të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës.
Doja të merrja një këshill pozitive, pse jo, ndoshta nga ato nxënës që janë në vitin e 4 edhe e mendojnë si shumë të vështirë, le të themi, studimet në shkencat kompjuterike. A është me patjetër vetëm një nxënës shembullor ai që mund të ndjek këto studime, apo le të themi fakulteti disi dallon pak nga gjimnazi dhe nëse i përkushtohesh mund të jesh i shkëlqyer atje edhe nëse s'ke qenë këtu. Si e sheh ti si student? Po, besoj se mundësit janë për gjithë se kanë i cili dëshiron të mundohet dhe ndoshta nuk ka pasur sukses në studime deri gjatë gjimnazit apo gjatë shkollës së mesme. Dhe mendoj se nuk është e limituar. Pse? Sepse është një profesion mjaft i gjerë dhe secili individ apo nxënës mund ta gjejë veten në një pjesë ku do të jeti aft, qoftë ajo si roli i dizajnerit apo qoftë ajo si roli një testuesi ku do të gjej gabimet i cili një përdorues i shfaqen gjatë përdorimit të këtyre aplikacioneve apo sajteve të ndryshme. Do të them mundësitë janë të panumërta. Dhe besoj se nuk duhet të ndalen nëse nuk ka arritur sukses deri në shkollën e mesme, por me punën dhe me punën e përditshme mund të arrijë deri tek një nivel i duhur për këtë profesion. Do ta bëje të njëjtën zgjedhje përsëri? Po, mendoj se nuk kam bërë zgjedhjen e duhur dhe nuk jam hiç pishman si thonë për zgjedhjen e cilën më bëra. Sidomos në këtë kohë me gjithë inteligjencën artificiale, lumë si ti, i nje më smiri, mund t'i dallosh më smiri, je më pak i kërcënuar nga ne tjerët. Mund të themi në një farforme. Mirë, ne në minutat në vazhdim, pas letimi kësaj bisede që patëm bashkë, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Ne do vazhdojmë të jemi së bashku gjatë gjithë ditës sot për të vazhduar punën, por për gjitha letimi mesazhet që the për shikuesit, falenderoj dhe të dëshiroj shumë suksese. Ndërsa ato që na ndjekin do të shohin pak një video se sa është e lehtë të dallosh le të themi realen nga jo realja me gjithë këtë që po bëhet nga inteligjenca artificiale. Faleminderit ty për mundësinë, shpresoj se një mesazh e kam përcjellur tek shikuesit. Ishte kënaqësi e vetë.